Tre shqiptar, babai, biri dhe xhaxhai janë arrestuar nga autoritetet greke si autor të dyshuar të vrasjes së noteres 69-vjeçare Marica Terceti Papadata, e cila u gjete pa jetë pranë shtëpisë së saj në Zakynthos në muajin shkurt. Emrat e të ndaluarve nuk janë bërë publik. Në lidhje me ngjarjen, xhaxhai dhe nipi kanë rrëfyer përpara autoriteteve greke se ishte babai ai i cili e goditi për vdekje me thik noteren 69-vjeçare. Dy vëllezërit shqiptar ishin dakordsuar për të grapitur viktimën, për të cilën kishin ndjeni se mbante para në banesë. Të dy u strehuan në një ambient me qira të marrë nga djali, i cili kishte rolin e shoferit dhe të nesërmen të maskuar me kapuç, doreza dhe maska, i zun prit viktimës pranë banesës së saj. Sipas dëshmisë, kur ajo u përpoq të rezistonte, ndodhi përplasja fatale. Noterja u godit me thik në kofsh dhe humbi jetën për shkak të hemorragjisë së madhe. Pas ngjarjes, babai dhe xhaxhai u larguan në këmbë për më shumë se një orë, derisa djali e mori me makinë. Rrobat e përgjakura u dogjën dhe arma e krimit u zhduk. Të nesërmen, djali i noteres e gjeti nënën e vdekur në hyrje të shtëpisë dhe njoftoi policinë. Vetë personi që e ka qelluar nuk e ka pranuar autorsinë.